Cila është përgjegjësia morale e fëmijëve ndaj prindërve? Në një kohë kur për herë më shumë konfliktet e shtuara në familje kanë sjellë situata të ndryshme në këtë raport, ja vlen të shtrohet pyetja e mësipërme. Për herë, ajo që diskutohet më gjerë është përgjegjësia e prindërve ndaj fëmijëve të tyre, por kur vitet kalojnë dhe fëmijët bëhen të pavarur, si realisht duhet të jetë kjo marrëdhënie e anasjellt kujdesi? Në Shqipëri, tradita e ka dashur për shumë gjatë që prindrit të jetonin me djalin e vogël të shtëpisë dhe konsiderohej turp që prindrit të liheshin vetëm. Sot situata ka ndryshuar së tepërmi, duke pasur për ta një kujdes nga distanca, ose edhe në shumë raste, duke mos u interesuar as pak. Por sa presin prindrit e vendit ton nga fëmijët, dhe a ka një normë se sa duhet të presin? Si ndryshon kjo marrëdhënie prind-fëmijë, duke e krahasuar edhe me jashtë vendit? Diskutojmë me njerë në studio, jam me Eda Banon, Art Borovën, Albana Shahirin, e Dedën, faleminderit që jemi së bashku për një bisedë që në fakt na prek, na përfshin të gjithëve për familjet përkatëse. Në tiparet e familjes shqiptare, Edi, Albana, Art, Eda, domethënë, cila është ajo pritshmëria, domethënë sa duhet të bëj fëmia për prindin? Tani, unë jam prind vetë dhe besoj dhe kolegë që janë panel, kanë prindrit e kanë kriju familje të reja, por ne Ballkanasit në përgjithësi kemi një ndjesi më të madhe se sa i përket europianëve dhe vendeve më të zhvilluara se ne në lidhje me qëndrimin me familjen, për arsye të ndryshme. Disa janë arsye dhe gjenetike që jena më dashur, jena më të lidhur, por është edhe pjesa ekonomike. Më të dashur, se mendojnë që duam ne më shumë prindin se sa ata jashtë? Po ne vim nga një realitet. Ta bëjmë pak saciore dhe pastaj hym në analizë. Për shembull, nga 1 në 10, sa duhet bëj fëmia për prindin? Jo 10 në kuptimin maksimal, se mund të themi që maksimal, por kuptimin që ti përgjigjet për kujdes, me financa, për para, çfarë nevoje ka, Unë mendoj që prindi kur plaket bëhet si me qenë fëmia yt. Unë maj mund kur ka ndru jetë i matë, ka ndru jetë në durët e mia, edhe mua mu duk se kom vdish një fëmia im, jo vdish baba. Dhe gjithë momenti, se është i rënd për mas ditën, por duhet ta ndaj, gjithë momenti që a i ndru jetë dunë, për, si që kemi rritet tona që përgatisim e vazhdojnë procedura tjera, unë atë momente forcova vetën dhe thash ky 24 orë është në respektin tim, në kujdesin tim, që u kujdes gjithë jetën për të më rritë, për të më bë burr, për të martu mua, sot ky është në momentet e fundit jetës që unë du ta kujdesem për të, ta respektoj, ti bëj të gjitha respektet e ceremonisë dhe ai mu duk se mu më vdish fëmia, jo baba. Unë i kam humbur të dy prindit, kështu që e di shumë mirë, çdo të thot ta kesh, për aq sa ti mund t'i shërbesh. E fundit para gati një viti humba nënën dhe isha shumë me fat që e kisha gjatë, që e shijova jashtëzakonisht shumë, ndoshta thonin kjo do ta bëj më të dhimbshme kur të iki ose më pak të dhimbshme, në fakt e ndjeva dhimbjen, po jo dhe aq, pasi hiku, pasi isha përpjekur ta shijoja në mënyrën më maksimale të mundshme, duke i shkuar qoftë edhe 3 herë në ditë. Ti problemin më të madh sot ke prindër të vetmuar. Po, kjo është vërtet, kjo është fakt. Dhe është fakt. Pra kanë emigruar, ose kanë lëvizur nga qytetet e tyre për një jetesë më të mirë o nga fshati në qytet, o nga fshati dhe qytetet tjera në Tiranë. Dhe prindrit mund t'i shohin njërë në muaj, njërë në vit, varet si u vjen edhe atyre jeta. Pra ja tek kemi, jo se nuk i duan, por sepse janë të rrethana ashtu si kundër, edhe në kuadër të një lloj, si ta them, emancipimi apo ndarjes nga familja, ndjekja e një lloj trendi europian që unë 18 vjeç apo 20 sa vjeç shkëputem, ndërtoj jetën time, siç filloja dalu, edhe ju doja dilni më vete. Okej, të mbarojnë zonjat edhe. Ta dëgjoj dhe jetën Albana. Tash si tradit, neve e kemi si shqiptar që jemi, e kemi këtë familjen e konsoliduar. Mirë, po sa më shumë po vjen koha, aq më shumë po shohim që ashtu sikurse prindërit po marrin ato dadot dhe po kujdesen indirekt për fëmijët duke mos lënë punët e tyre, ndoshta kjo do ju kthehet më pas dhe ata nuk po investojnë ashtu siç duhet. Ndërkohë që
neve që jemi të ky paneli, me sa shoh unë, jemi tipa të konsoliduar për sa i përket kësaj për kujdesjes ndaj prindërve. Personalisht në jetën time kam marrë zgjedhje të tilla në jetë që mos të largohem nga prindrit. Pra kjo zgjedhja e gjithsecilit dhe se sa neve i kemi pasur prindrit pranë, dihet se të gjithë i kemi pasur, por se sa neve i rim prindërve pranë, atëre është zgjedhja jonë. Si jemi edukuar? Në qoftë se ne kemi parë në familjen tonë që prindrit tanë i kanë parë me shumë vëmendje prindrit e tyre, ashtu siç në fakt personalisht unë i kam parë, janë kujdesur deri në momentet e fundit, nuk i kanë braktisur kur ata. Ashtu jam edhe unë. Besoj, duke parë fëmijët e mi se si unë kujdesem për prindrit e mi, që nuk i lë asnjëherë vetëm, që kanë bërë zgjedhje të tilla në jetë, që mos t'i lë ata vetëm, i kam pranë me shtëpi, kuptohet në shtëpinë e vet, por shumë pranë, shumë gjitur. Jo larg që mos të lodhem duke shkuar, dhe fëmijët e mi duke parë këtë, ndoshta edhe ata ndikohen dhe në të ardhmen ata do veprojnë kështu, por se si do veprojnë, tamam, neve nuk e dim. Pritshmëria jonë, meqense juve thatë kush është pritshmëria, e secilit nga ne, është që ti kemi fëmijët pranë kur të bëhemi shumë të moshuar. Është dhe çështje ekonomike, Por çështje ekonomike, çështje shëndeti, sepse varet se nëse ky refreni që mua ma ka filluar të na shpifi kohët e fundit, po hiki jashtë se po mendoj për fëmijët, kjo gjëja mua, po si sa njeri po mendoj për prindërit ore? Po mendoj për fëmijët. Dhe kur vjen koha, ai fëmija kur shkon 21-22, ti u kërcet dhe ikën edhe ti ngelesh pastaj. Kjo gjëja disa e prit se... Po pse ta ka shpifur, ose ka filluar ti ngrë nervat kjo gjë, sepse shkojmë për një jetë më të mirë. Se po rritemi pra ne. Po rritëm, edhe unë po e kuptoj. Shkojmë për një edukim më të mirë, si që mendojnë tjetër gjë, ose si e mendon ti. Pa ta mendojnë që shkojmë për një jetë më të mirë. I qojnë prindrit. Po, prindrit, për edukim, për çështje shëndetësore, për gjithë shka, pra mendojnë që po bëjnë sakrificën dhe humbasin dhe veten e tyre, ka nga ata që thonë, s'po e llogaris fare veten time, do humbas zanatin këtu në Shqipëri, do shkoj do bëj çdo lloj pune tjetër jashtë, vetëm për fëmijët. Mirë kur shkojnë së bashku, po kur i çojnë vetëm. Që këtu ja kemi dhënë vizën që boni çfarë doni, se për neve mos e kërcisni fare ju se jeni në rregull. 18 vjeç po jo jemi në një diskutim kështu tani do bëhemi egoist, që fëmijët t'i mbajmë këtu, se kemi hallin kujdesen për neve nesër, apo do investojmë që fëmijat shkojnë të marrë një universitet më të mirë jashtë. Se tani ky është diskutimi. Albana, ta dëgjoj. Ke egoizmi, pastaj do ta them unë diçka të egoizmit. Jam dakord parimisht me të gjitha diskutimet e mëparshme, sepse të gjitha qëndrojnë në fakt, por ndoshta puna ime më ka bërë të shoh njerëz në situata të vështira dhe në ditët e fundit të jetës së tyre, dhe kam parë qasje nga më të ndryshmet. Kam parë fëmijë, vajza dhe djem që kanë qenë të mrekullueshëm, që të inspirojnë me jo vetëm me dashurinë, po me gjithë përkujdesje maksimale ndaj prindërve të smur, dhe kam parë dhe njerëz që thjesht i lënë në spital, paguajnë lekët dhe vazhdojnë pushimet. Është edhe kjo pjesë, edhe kjo kategori, ndoshta këta akoma dhe më të pasur se sa ata të parët. Sigurisht që është zgjedhje gjithë secili se si do sillet ndaj prindit, por duke u bazuar te kjo që ju sapo thatë, që prindi gjithmonë thotë do bëj më të mirën për fëmijën, dhe kjo është tipike për pjesën e shqiptarëve, që sakrifikojnë çdo gjë për fëmijën, dhe sigurisht që duke pasur këtë gjë gjatë gjithë jetës së tyre, është e padrejtë që në momente që prindrit kanë nevojë për fëmijët, të ngelen të braktisur nga fëmijët. Pra, unë mendoj që fëmijët e kanë për detyrë morale, shpirtërore, se në bazë të gjithës është dashuria, njeriu nuk do bëj gjëra vetëm për ta parë bota, por duhet ta ndjej këtë sakrificë që prindrit kanë bërë për ta, dhe në momentet që ata janë vulnerabël apo të smur, apo në një moshë që nuk kanë më fuqi për të jetuar dot vetëm, duhet patjetër që ta kenë për kujdesjen e prindërve. Unë vi sot momentalisht në një moment që maman time e kam të pamundur, dhe për fat të mirë kam 2 motra në Vlorë që i falenderoj pafund për ditë, sepse e kanë të pamundur që t'i asistoj vetë, po sigurisht që mund të asistoj në mënyra të tjera, unë gjej mënyrat e tjera për të ndihmuar motrat. Dhe
Ja ta them unë, ti do bëje ti të pamundurën, se si do e zgjidhje unë nuk e di, por po mos i kishe motra, do kishe bërë ti në një gjë të pamundur. Patjetër do ta merrja këtu dhe do lija një nga punët e mia, ose dy nga punët e mia, pa diskutim. Por të paktën nuk ka mundësi të jem ditë për ditë aty, por ndihmoj në pjesën ekonomike, ndihmoj me ilaçet, ndihmoj duke i asistuar që të gjej format të tjera. Na ke marrë gjithë një breznë këtu më duket. Punën do t'i gjesh, po prindi s'ke për t'i gjetur më. Tani, ajo puna... Shkoj sa herë mundem. Egoizmi, një miku im në mosh, thot, shiko, fëmia që kur lind njeriu, jo fëmia, po njeriu, e merr një gjë nga toka dhe fut në gojë. Nuk ka parë një fëmijë që ta marrë ta fusi ty në gojë një herë, po e fut te vetja vet. Pra njeriu është bërë egoist dhe individual. Kjo është e pa diskutueshme dhe nuk e tjetërsojmë. Mbijetesa është një gjë që të nuk e tjetërsojmë dot. Ajo që unë them, kur ne mendojmë se po hikim jashtë për t'i dhënë një mundësi më të mirë fëmijëve, dakor? Jam shumë dakor, s'ka asnjë gjë të keqe. Po në rastet më të shumta, nëse ti e çon fëmijën, shkon dhe ti bashkë me fëmijën. Dhe unë këtë po thoja, pse nuk merr dhe prindrit ti me vete, por i lë? Sepse prindrit i kanë bazat këtu edhe nuk shkojnë. Flasim në atëherë, Borova, unë jam në periudhë tranziti, që nga Shqipëria po largohem gradualisht, sepse dhe largimi nga një realitet që ke jetu 20 vite unë vetëm në Tiranë, duke lënë një anë emigracionin e parë, gjitha me radhë, dhe fëmijët janë lindër këtu, dhe gradualisht unë po i marrë dhe po i qoj në Amerikë, për të studiuar atje, në shtator fillojnë shkollën, kanë qenë në janar për të pa ambientin, për të pa qytetin. Prindrit do t'i merrni? Mami im ka marrë vizën para meje dhe fëmijëve të mi për Amerikë. Dhe unë jetoj me mamin, se babi nuk e kam prej 13 vitesh. Dhe absolutisht të parën që këna bë dokumentacionin për në Amerikë ka qenë me mamë, sepse unë realisht e kam 71 vjeç, është shumë e re, është shumë e fortë, edhe jeton me ne dhe fëmijët e mi nuk pranojnë të vinë pa atë. Çështja e prindërve të braktisur është, po, janë të rinj, ata bëjnë vetë, i bëjnë gjitha. Çështja e prindërve të braktisur është kur ata nuk kanë më mundësi, kur ata kanë një sklerozë, kur ata nuk mund t'i bëjnë dot gjërat e tyre vetë. Atëherë le ta zgjidhim këtë çështje. Do t'i mbajmë vetë ne, apo do t'i çojmë në një azil ose në një shtëpi të moshuarish. Mirë, po në Shqipëri nuk është shumë koncept, nuk e kemi neve shumë në traditë t'i çojmë të moshuarit në një shtëpi të moshuarish, në azil, e kemi si për turp, e kemi si tabu, e kemi, do me thonë... Preferojmë t'i braktisim në një ambient tjetër, edhe mos t'i qojmë në azil. Dhe vetë prindërit, jo ne preferojmë, po vetë prindërit preferojnë më mirë të rinë në një shtëpi vetëm atje, se sa të shkojnë, e quajnë ofendim të madh. Në fakt, kur unë kam qenë shumë e re, e mendoja pleqërinë time si një tamam në një azil, të moshuarish edhe shikoja atë azilin, kështu si një vend të bukur plot me lule, ku ti mund të rije me... Mirë, po duke ardhur koha, atë që tha ardhi, dhe duke u pjekur mendimet, duke u pjekur, po që naj shumë, sa tani jam rezervuar një çik, edhe po e mendoj. Jo, që dik në azilja jam i sigurt, po... Unë mendoj... Se do naftoj bjeta prapë, mos e mërzesi. Nuk po flasim për fazën që është e re, nëna, edhe të ndihmon dhe... Flasim edhe për atë, edhe për atë fazë. Po aty se që ato të ndihmojnë me fëmijët se janë të rinj dhe është një gjë shumë e mirë. Puna nuk është tu. Puna është sa e ndjen ti si detyrë që ti paguash një palë pushime, që ti marrësh një herë në fundjavë ti nxjerrësh për drek, që ti marrësh një mbazite ti bësh një shtëpi. Patjetër që merr ja për drek se do të mbaj Gjermani, nëna ime. Nëse do kishte punu prindrit tanë, nëse do kishin punu në Gjermani apo në Europë apo në Amerikë. Po mi më ikën ata e myllën ashtu si e myllën me nerë, me respekt, puna është ç'a bëjmë ne. Ta marrë idenë dhe pastaj. Dhe ato do ishin prindrit që na ftojnë ne për të hangër, për të dalë, për të shëtitur, sepse ato do ishin të pasurit, jo ne, ato do të kishin fuqinë ekonomike. Më falë, ati them diçka se po e the... Kjo është problemi më i madh në Shqipëri, se ato janë të varur dhe ekonomikisht edhe shpirtërisht nga ne. Dhe ne, për te pjesës shpirtërore, kena dhe detyrimin ekonomik ndaj moshës tretë, sepse ata ju ka shku jeta dam shumicën e shqiptarve, me punën që kanë bë në shtetin shqiptar, në komunizëm, edhe në këtë tranzicion që pensionet në i dim se qëfar janë. Kurse në botë,
ai gjyshi apo gjyshi ata organizo festën, të merr ty të nxjerr. Ose hipotetizo se nuk është ashtu. Kjo është vetëm raste, jo të tërë janë, ka sa të duash. Janë kaq mirë. Edi ka sa të duash. Në lajmet të vetëm. Ka homeless ka kudo. Është jo homeless, nuk do flasim për mos shko deri atje. Praktikë të moshuarve që janë vetëm. Praktikë të moshuarve patjetër. Shtetit vetëm rinë ata. Unë jam të ajo pjesa që kam ardhur nga Amerika për këtë punë. Sepse po t'isha ndej, dia shumë mirë që mas 1-2 vjetësh prindit e mi kishin lënë Çelsat edhe kishin hik. Kështu që unë në 2006, 2005 mbylla procedurën e dokumentave, në 2006 u ktheva, megjithëse bëja vajtje ardhje, pikërisht sepse doja, sepse ashtu isha edukuar, ashtu isha mësuar, që unë t'i jepja frym atyre prindërve, sikurse i dhash dhe sikurse ata jetun, për aq sa ja kishte dhënë Zoti, mirë e bukur. Nuk mu bën kur barë, shqyr, isha me fat për këtë pjesën, ndoshta edhe pse unë isha shumë afër tyre, dhe ata nuk e ndjen ndonjëherë këtë zbrasin, që nuk e kishin fëmijën e tyre afër. Pra mua se unë isha çuni vetëm. Mendoj që Zoti do të provonte nëse do të bëheshin bardha, atëherë do ta shikoje vërtet, a do isha ai djali dinjitoz apo jo. Atëherë, kur them nuk më janë bërë bardh me rastet që kam dëgjuar, sepse çdo, për shembull, me Timat, vujta 1 muaj e gjysmë derisa ai dha atë frymën e fundit. Dhe flia në ëndër. Ka problematika. Dhe unë flia natën me mënyrën se si do krijoj një shtrat që ai të çohet, sepse ai u godit herë tret nga iktusi, nuk lëvizte dot më, dhe unë vrisja mendjen se si do gjeja një karrige, një krevat që ta çoja që ai mund të ecse, çfarë shinash mund të krijoja në shtëpi që unë ta ngreja atë dhe ta lëvizja me komoditet, pra ku nuk më shkonte mendja, kështu që problemi është që me ikjen e atij mësova disa gjëra të tjera që isha më i përgatitur kur erdhi momenti i mamit dhe arrita ta menaxhoj situatën shumë mirë për të mos ta lënduar atë më shumë fizikisht, po ta leja të shuaj në moshën dhe në qetësinë e vet natyrale ato 2-3 ditë të fundit. Okej, në përmbyllje të kësaj që sapo the, qëndrojmë këtu të lutem, Ardi dhe të gjithë së bashku për të bërë dhe një ndërprerje publicitare për të vijuar diskutimin pas publicitetin pjesën e tretë.